Tani koha është për bisedën në studio, ku sonte të ftuar kam Kenan Gashi nga Avonez. Zotri Gashi, mirëmbrëma dhe mirëserdhet. Mirëmbrëma, mirë gjitha. Në anën tjetër të ftuar kam politologun Avdi Ismailaj. Profesor, përshëndetje dhe mirëserdhet. Përshëndetje. Herë profesor, po e nisim me ju, po e nisim me diçka pozitive, siç ishte takimi sot që ishte në Bruksel, ku edhe kryenegociatori tregoi që është arritur dakordim me Serbinë për komisionin për të pagjeturit. Si e pat? Besoj diçka pozitive. Krahas gjitha zhvillimeve negative që kemi pasur politike aktuale kodët. Që në fillimin e mandatit të përfaqësuesit të posaçëm të BE-s për negociata, zotrit Sorensen, ka qenë një prej objektivave që ka bë publike, ka qenë çështja e të pagjeturve, e cila vazhdon të jetë një ndër çështjet më të ndjeshme sidomos për Kosovën, dhe uroj që kjo marrëveshje të jetë vërtet, s'po them fillimi sepse kjo çështje është filluar disa herë, po vërtet jetë një epilog i zbardhjes së fatit të pagjeturve, sepse vërtet është një çështje që ndoshta mund ta fajsoj deri në mas caktuar, do të edhe komunitetin ndërkombëtar, i cili nuk ka bërë sa duhet që t'i bëj presion të mjaftueshëm Serbisë që të hap dokumentet, të hap arkivat dhe të bashkëpunoj për zbardhjen e fatit të pagjeturve, dhe në procesin e vazhdimit dialogut mendoj që kjo duhet të jetë tema kryesore, tema e parë. Ndoshta edhe ne jemi vonë në këtë aspekt, sepse ka disa vite që ndoshta ka pas takime, doli që ka pas takime në nivelin teknik negociata, por vërtet mendoj që nuk është trajtuar sa duhet dhe nuk është dhënë prioritet i mjaftueshëm që kjo çështje të zbardhet para të gjitha pikave tjera që janë pjesë e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Zotri Gashi, ju një komand për takimin që ishte sot në Bruksel? Unë mendoj që pas shumë muajve, pas shumë viteve, sot e kemi një rezultat që është shumë e rëndësishme për shumë familje, që në fakt, siç tha profesori, është një prej rezultateve të mira, dura, dhe që besoj që kemë reflektuar pozitivisht jo vetëm për skenën tonë politike, por edhe për raportin ndërkombëtar, sepse ne në këtë pikë jemi jashtëzakonisht mbrapa, dhe vlerësohet që është shumë e rëndësishme të trajtohet edhe të diskutohet rrethonat e tilla. Po pavarësisht diskutime, kemi arritur që edhe ne si qytetarë të Republikës Kosovës të shohimi diçka që lëviz pozitivisht. E në këtë fakt, sidomos për atë çështje që janë shumë të ndjeshëm, që shpesh herë ne jemi në vitin 2026 dhe shumë njerëz presin që të reflektojnë në këtë fushë, që besoj që jo vetëm që është një rezultat, po është një arritje jashtëzakonisht e madhe. Tërkaq që një kohë të gjatë nuk ka pasur një takim të nivelit të lartë, po themi qysh nga Ohri atëherë kur ishte në vitin 2023, nëse po mbaj mend mirë. Po, kitë kjo që e thash edhe e theksova nga fillim, që është shumë e rëndësishme që vendi jonë është shumë në një pikë të diskutimit të një çështje që ndoshta shumë familje presin çdo ditë, çdo mëngjes, çdo mbrëmje. Pak janë 1600 persona antet. Absolut, e që në fakt ne vetëm ka po diskutojmë, po ndjemi dhimbje, e shumë anëtar të familjeve të prekura, besoj që janë për çdo ditë të ndjeshëm, e s'poku kanë dëshirë të dinë një informat, ose s'poku të dinë për eshtrat apo për origjinën me të cilën ku kanë mbetur familjarët e tyre, që pavarësisht kësaj dhe pavarësisht kësaj periudhë të shkëputjes së këtyre dialogëve edhe këtyre marrëveshjeve, është shumë e rëndësishme që në këtë situatë shumë të rëndësishme për vendin, e që në fakt ka reflektuar një rezultat shumë i mirë që është arritur sadopak një marrëveshje që e reflekton në mundësinë më të mirë edhe kontributin për të identifikuar edhe për të nxjerrë rezultate më konkrete, por një çështje që ndoshta çdo qytetar e ndjen dhe përjeton një dhimbje të tillë, jo vetëm si njerëz që janë prekur dhe i përzgjedhur, por edhe gjithë qytetarët që besoj që për çdo ditë e për çdo sekondë e minutë nganjëherë u shkon mendja për këtë kategori, e ndoshta shumë më thellë që ndoshta mund të kontribuojnë në këtë aspekt, e që në fakt janë këtu pengesa ndërkombëtare që nuk e kanë arritur të identifikojnë, e s'poku të kontribuojnë në çështje të tilla. Ne si organizatë qeveritare gjithëherë kemi dhënë kontribute të veçantë dhe kemi kërkuar, por shpeshherë janë pengesë, e që në fakt është vullneti i mirë që brenda palëve, pavarësisht se cilëve palë kosovare dhe atë serbe, që kanë arritur të krijojnë një pajtueshmëri. Pajtueshmëria mund të nxjerrë rezultate. Tashmë jemi në vitin 2026, që ndoshta edhe koha, periudha ka shkaktuar një pajtueshmëri të tillë, por pavarësisht kësaj ne kemi nevojë që të identifikojmë e të dimë e të
përfundojmë çdo anëtar i familjes që janë të prekur, s'paku të kanë informacione. E mos flasim për gjëra të tjera që mund të jenë shumë të mëdha, më të ndjeshme, që ndoshta më të pritura. Profesor, ju si vlerësoni çështjen e Kurtit Karshi dialogut me Serbinë? Po themi që një kohë nuk ka pasur një takim të nivelit të lartë. Opozita shpeshherë ka kritikuar për çështjen që ka pasur në këtë drejtim. Dialogu është i pa tjetërsueshëm për normalizim të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Këtë kanë thënë edhe komuniteti ndërkombëtar. Megjithatë ka pas disa zhvillime, siç ka qenë rasti i Banskës, Poezam ose rasti i Berlepencit e kështu me radhë, të cilat në farë mënyre kanë bërë goxha komplekse vazhdimin e dialogut. Mirë po, megjithatë, krahas saj mendoj që edhe ngecja dialogut është përdorur edhe si një lloj strategjie ndoshta për të menjanu ose për të anashkalu zbatimin e marrëveshjes Brukselit dhe aneksit Ohrit. Mendoj që kjo ka qenë ndoshta ajo shtytja kryesore nga pala kosovare, që nuk është dhënë prioritet çështjes dialogut dhe njëkohësisht nuk ka pas një presion ndoshta të mjaftueshëm nga komuniteti ndërkombëtar, siç ka pas në të kaluarën, për shkak të ndryshimit të administratës SBA, e kështu me radhë, zhvillimeve nivelin global, lufta në Ukrainë, Gaza, pastaj e kështu me radhë, që nuk ka qenë më në farë mënyrë Kosova ose relacion mes Kosovës dhe Serbisë prioritet, që komuniteti ndërkombëtar të shtyjë palët që të vazhdojnë me dialogun për normalizimin e raporteve. Profesor, sot duket që ka qenë një ditë e mirë për Kosovën, përveç këtij lajmi pozitiv, si lajm tjetër pozitiv është parë dhe pjesëmarrja e Kosovës së presidentes Vjosa Osmani në bordin e paqes. Sa e rëndësishme është pjesëmarrja e Kosovës atje. U komentua shumë fakte dhe partitë opozitare dhanë komentet. Po, Kosova, shteti i Kosovës ka nevojë, domethënë që ta përmirësoj pozicionin e vet në arenën ndërkombëtare dhe kjo është një prej mënyrave, duke u bërë antar në këtë rast i një platforme që aktualisht po quhet Bordi i Paqes. Ndoshta ky termi bord më shumë ndoshta i shkon terminologjisë korporatave më shumë, por megjithatë është një platformë në zhvillim me sipër, në të cilën Kosova është ftuar dhe është antarësuar. Normalisht është ftuar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe ne i dim relacionet specifike që ka Kosova vazhdimisht në farë mënyrë mes Kosovës dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe ky është një zhvillim i mirë normalisht për Kosovën, por çdo herë duke marrë për bazë që ndoshta nuk do duhet merrej shumë me një lloj ngazllimi në farë mënyrë, siç u pa deri diku me deklaratat sa i përket rolit të OKB-s në farë mënyrë nga presidenti. Ka shumë i rëndësishëm sa po proklamohet. Është i rëndësishëm, megjithatë, po ne nuk duhet tani duke antarësuar në bordin e paqes që të fillojmë ta sulmojmë OKB-n ose ta sulmojmë, sepse ne normalisht kemi ende nevojë për njohjen nga një numër i madh i shteteve dhe ne duhet të reflektojmë që jemi shtet i përgjithshëm edhe karshi drejtës ndërkombëtare, karshi OKB-s dhe organizatave tjera, por kjo nuk na ndalon ne që të antarësohemi në bordin e paqes, të japim kontributin ton. Tani Kosova aq sa mundet, përveç antarësimit, pritet që të japë edhe një kontribut vetin. Qoftë në rastin e Gazës, po zëm, ose tani pritet që ky bord në farë mënyrë edhe të zgjerohet për çështje tjera. Nuk e dim se ku do të përfundoj, do të jetë një lloj aleance që mund të krijohet e kështu me radhë, sepse kanë gjallë dilema deri diku, po e zëm, edhe sa i përket relacionit me BE-n, me NATO-n, ku po krijohet një platformë në farë mënyrë karshi platforma ekzistuese siç është NATO-ja dhe BE-ja, ku shtetet janë duke i bërë analizat e veta se ku e gjejnë veten në farë mënyrë karshi këtij zhvillimi, dhe në këtë kuadër normalisht Kosova duhet i bashkohet iniciativave të Shtetit Bashkuar të Amerikës, sepse ka relacione dhe ka nevojë ekzistenciale për mbështetjen nga Shtetet Bashkuar të Amerikës. Kjo është vërtetuar edhe me zhvillimet në këto dekadat e fundit, ku SBA-ja ka qenë mbështetja kryesore edhe për lirinë, edhe për krimin e shtetit Kosovës, edhe për numrin e madh të njohjeve që i kanë ardhur shtetit Kosovës. Pra që zotri Gashi si e pat, po vjen në një kohë kur është diskutuar shumë niveli diplomatik, raportet, po themi ftohja, nëse mund themi, raporteve SBA Kosovë, si e pat? E para, ashtu që ka quajtur Donald Trump,
një bërd i poqës, që Kosova besoj që mos së shumë ti mund të kontriboj në këtë sferë për shkak që edhe historikisht, edhe praktikisht, Kosova është shumë më përgatitur edhe për të lirim, edhe për mirëkuptim, por edhe për të krijuar gjithë këtë strategji që Kosova tashme ka pavarësinë, e ka një besueshmëri ndërkombëtare, po të njëjtën kohë ka një unitet politik në aspekt ndërkombëtar. Mbi bazën e kësaj, Kosova besoj që ka me reflektuar me një kontribut shumë më të madh se sa shumë shtete me të zënë sot e kanë nënshkruar këtë themelem të këtij bordi të poqës. Edhe besoj që Kosova si mundësi më e mirë, sidomos për vendet e tilla, do të jap kontribut shumë më të madh. Rrështimi në politikat edhe në platformat e tilla, Kosova është treguar që është mbështetës i Shtetit Bashkuar të Amerikës, por edhe është përkrahas shumë i sigurt në aspektin politik edhe të sigurisë në tillë. Pavarësisht kësaj, edhe rrethona me të cilat janë të krijuar në aspektin ndërkombëtar, që kemi jashtëzakonisht një rendim të marrëdhënieve të fuqive të mëdha botërore, Kosova ka luajtur një rol duke e mos e përjashtuar as mundësinë e tyre, siç tha profesori, ne do të kursemi në diskursin e kritikave të mekanizmave ndërkombëtar të OKB-s apo ndonjë organizat tjetër, që ne do të luajmë rolin e një partneri, por të njëjtën kohë duke dhënë në natyrën e kontribuencit, jo të diskutuesit apo të shtrirjes së ideve të tyre për të krijuar një opinion në natyrën e shtetit apo në individët me të cilën ne mund të jemi. Që është shumë e rëndësishme që presidentja Osmani ka arritur të kontriboj spoku në natyrën e afërsisë në raport me amerikanët, në këtë rast me presidentin amerikan. Doja të pyesja, konsiderohet kjo si merit e zonjës Osmani? Qëre, ne nuk mund të konsiderojmë merit apo jo merit, me rëndësi që presidentja e Republikës Kosovës ka reflektuar e të njëjtën kohë, ka dhënë kontribut që është edhe ka dhënë mundësinë të jetë afër presidentit, e para që është shumë e rëndësishme, që ka ndohur edhe shumë afërt me presidentin. Absolut, e që presidenti pavarësisht vlerave apo sjelljes të tij, ai pat respekt jashtëzakonshëm me presidentën Osmani, e që në fakt ne nuk po dojmë që me konsideru që ka bënë mrekulli, as që ka bënë ai dobësi, po më rëndësi që ka reflektuar që po ne jemi shumë e rëndësishme në raportet e tilla, sepse ne jemi ka flasmi, jo vetëm për një çështje, po është shumë e rëndësishme që brenda atyne takimit apo brenda atyne hapësira, s'poku është shndruar, është diskutuar për çështjen e Kosovës, s'poku me një përshëndetje apo me një informacion që është ka marrë presidenti Trump, është shumë e rëndësishme të diskutohet dhe trajtohet në një nivel i tillë. Ndoshta dikush mund të thotë si mrekulli, por është aspekti një mundësive që u ka dhënë apo që u ka marrë e që ka ndodhur presidenti i Republikës Kosovës. Për mua është gjë shumë e rëndësishme, e nevojshme, e të njëjtën kohë, e domosdoshme në këtë kohë, që besoj që presidentja jo vetëm që ka luajtur rolin si presidente, por edhe figura e saj, domthonë afërsia, çështja e saj, e po shumë pozitiv se sa ndonjë natyrë së saj në atë aspektin politik, apo në faj apo pa faj, domthonë mund të ishte ndjerë nëse ne deri më tash nuk i kemi posur raportet as të mira, apo janë krijuar raportet e tilla, sidomos si rrethon e si çështje që ka rrjedh, jo si çështje që kanë shfaqur qytetarët e Republikës së Kosovës, po si çështje që janë zhvilluar politikat jo të mira e të favorshme në aspektin. Mund të ketë kjo edhe arsyeja pse nuk është ftuar Kurti, por është ftuar zonja Osmani? Presidenti i Republikës së Kosovës ka mandat edhe ka përgjegjësi kushtetuese, edhe mbi bazën e kësaj besoj që presidentja Osmani është e thirrura, edhe është e nevojshme që të krijojë natyrën e tillë, sepse ne po flasim për politikat e jashtme, nuk po flasim për politikën e brendshme, dhe besoj që një marrëveshje e tillë është e rëndësishme që të jetë presidentja, unë besoj që është natyrë. Në Shqipëri ishte i ftuar kryeministri Edi Rama. Po pavarësisht në rrethona të tilla, unë besoj që duke bazuar për kompetenca dhe përgjegjësinë të cilën e ka presidentja e Republikës së Kosovës. Ose ka bëjë edhe me qeverinë në detyrë, tash sa kohë me qeverinë në detyrë, ndoshta. Më shumë do të ishte takuar presidentës se sa kryeministër. E ndoshta nuk pe përjashtimin që është faktor, sepse nuk po duam të bëjmë pak cenek në këtë punë, që ndoshta janë shumë faktorë, ndoshta edhe zoti Kurti kish shumë me çans kur siç ka qenë Edi Rama, por shumë e rëndësishme që në këtë pikë, në këtë çështje, presidenti i Republikës së Kosovës mbi bazën e përgjegjësive kushtetuese edhe mandatit të saj,
edhe ndoshta edhe për rolin për shkak që qeveria aktualisht nuk e kemi një qeveri funksionale që është në detyrë dhe kanë krijuar një rrethon tillë, po mbi të gjitha unë mendoj që është përgjegjësi kushtetuese që në këtë rast më shumë ka pas rol presidentja se kryeministri. Tash, profesor, ju si mendoni, cilat mund të kenë qenë arsyet që nuk është ftuar kryeministri Kurti, por është ftuar presidenti Osmani? Ndërkohë pozitive po afërsia e madhe që kishte me presidentin Trump. Në rast se shohim aktivitetin, po zëm, kush ka qenë më aktiv në politikën e jashtme, edhe në Shqipëri edhe në Kosovë, shohim që në Shqipëri është dallu, po zëm, edhe pse është edhe presidenti një prej figurave përfaqësuese të shtetit politikën e jashtme. Kryeministri atje është dalluar edhe me aktivitetet e tij, edhe me intensifikimin e takimeve në Shqipëri e kështu me radhë. Ndërkaq në Kosovë ka qenë kundërta. Në Kosovë kemi pasur që sidomos takimet me Shtetet Bashkuara të Amerikës ka qenë presidenti ajo që ka pas më shumë takime me institucione atje. Kjo mund të jetë ndoshta një prej arsyeve, megjithatë vendimin për ta ftuar Kosovën që të jetë pjesë është vendimi i Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe kushdo që të kishte qenë në krye të shtetit ose qeverisë do të ftohej për të qenë pjesë e kësaj platforme që tani po quhet bordi i paqes. Megjithatë, duhet shtoj gjithashtu që ndoshta po shifet që është duke bërë një lloj, sepse tani si duket ka filluar fushata për presidentin dhe po duket që është duke u përdorur edhe kjo në një farë mënyrë. Ndani që do i shërbej e gjithë kjo është duke u përdorur në politikën e jashtme. Është duke u përdorur në një farë mënyrë që nuk do duaj, jo as masa në një farë mënyrë ndoshta nuk është proporcion me kontributin e dhënë. Nuk do duhet. Nuk ka dhënë kontribut mjaftueshëm, po thoni? Besoj se ka dhënë kontribut, po ndoshta jo të mjaftueshëm. Ka përmendur disa njohje, të cilat ka përmendur madje kishte thënë para disa kohësh që ka bërë 20 njohje. Ato ne nuk e dim, është kjo pretendimi që i ka shpëtu 20 shnjohje që mos ndodhen, është vështirë i vërtetueshëm tash nëse dim si me besua gjë. Është sikur me thonë Ministria e Shëndetësisë i kanë parandalu 3 epidemi, nëse dim, ndoshta i ka parandalu, ndoshta si ka parandalu, nuk e dim, po megjithatë mendoj që marrja e meritave do të jetë proporcion me kontributin, por shoh që po përdoret shumë si lloj fushate, që nuk do duhej në farë mënyrë. Fundja udhëheqësit e vendit, presidenti, kryeministri, ministrat, fillimisht duhet legjitimohen brenda për punën që është bërë brenda. Presidentja nuk e ka përgjegjësi vetëm politikën e jashtme, e ka përgjegjësi edhe mbrojtjen e kushtetutës, ligjshmërisë, fjalën e lirë, demokracisë e kështu me radhë. Ku mendoj që për këto 5 vite nuk është që është dëshmuar në përmbushjen e këtyre objektivave, pra mund përdoret si një lloj shtytje, si fushat, por legjitimimi duhet të jetë nga puna e brendshme, jo ekskluzivisht nga puna që është bërë jashtë, sepse në rast se shohim edhe jashtë sa shtete, me 20 njohje, unë personalisht e kam goxha vështirë mi besu, sepse është vështirë mi dëshmu ato. Po në rast se vetëm një gjë. Tani mund themi sa shteteve ja ka dalë që presidenti ose kryeministri të ndrojnë qëndrimin karshi shtetit Kosovës, se sjellin njohje 3 kështu me radhë. Jula, me cilën mund të matim rolin e tyre në politikën e jashtme. Jula, për mua më shumë nuk ka shumë rëndësi farrolli me të cilën mund të ketë pikpomje të ndryshme politike, por mendoj që është kontributi për reflektu pozitivisht, pavarësisht mesazhet të cilën të e poshë vetëm presidenti i Republikës Kosovës ka qenisë femërore, që është një farë reflektimi, një farë përkushtimi të shtatë vetë presidentit Trump, po që është shumë rëndësishme dhe ajo që ndodhi në Shqipëri, domthonë zotëria Edi Rama përzgjedhi vojzën e Trump e nuk e përzgjedhi këtë konferencë, e që në fakt ai deklaroi që për mua është shumë e rëndësishme për mua ishte me rëndësi të nej me vojzën e presidentit Trump e të marrë edhe pajtueshmërinë e tina që unë të nej me vojzën e tij. Domthonë kjo është më reflektim se sa këtë procesi, me të cilën besoj që reflekton më shumë se sa kjo marrëdhënie për ballkonin, për shkak që Edi Rama si një figurë e shquar e një figurë e rëndësishme për ballkonin, po luan një rol më të madh se sa shumë parashikime të cilën ne kemi imagjinuar jo vetëm si kosovar, por edhe si qytetar të Republikës Kosovës në përgjithësi edhe si ballkanas, që zotëria Rama ka arritur të përmbushë, të krijojë, të zhvillojë, të ndërtojë raporte aq të thella me
familjen e presidentin Trump, e që në fakt është duke reflektuar pozitivisht. Domthon, ai pranoi se edhe në këtë rast në bibozën e deklaratës së tij, ai tha që na komuniku që më mirë të nej me vojtën se sa të shkojnë në konferencë. Kjo tregon shumë më shumë se sa këto raporte me të cilën ne apo shqiptarët kanë një raport me diskutimet, që në fakt, pavarësisht politikës tonë kosovare të brendshëm, ne kemi një mbështetës të mirë që kemi Shqipërinë, në këtë rast e Tiranën. Edhe kjo tregon një vlerë të lartë të raporteve tona, jo vetëm si një çështje që ka të bëjë me çështjen e politike, por edhe reflektimi me aktorët tonë, që janë si partner, e si fqinj, e si shtet shqiptar, që kina Shqipërinë, e që në fakt e ki edhe kryeministin, që është njëri prej atyne që mbështet. Unë po them që besoj që me përgjithësi të lartë që po të mos ishte Shqipëria në këtë rast e Roma, Kosova do të ishte ballafaqur shumë probleme me marrëdhënie ndërkombëtare. E të njëjtë kohë dhe me destabilizim politik dhe të raporteve mes organizatave e shteteve të Evropës, e në përgjithësi edhe të raporteve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por mbi të gjitha besoj që një gërshëtim si në raportin e takimit apo marrjes pjesë presidentës së Republikës Kosovës, ashtu edhe të kryeministit Rama, kanë një fuqi, kanë një ndikim në rrethonat edhe në politikën e drejt për drejt edhe në ndikimin të presidentit Trump, pavarësisht forma dhe komunikime me të cilën ata zhvillojnë. Ndrojmë te presidentja Osmani. Mendoni që gjithë kjo kontribut i saj, po themi në politikën e jashtme dhe gjitha puna e saj e bërë këto vite gjatë mandatit të saj, e meriton që të jetë sërish? Unë sa kam përcjell pim ditës së parë, vitet e para nuk kanë qenë të mira të presidentës Vjosa në raport me Bashkinë Evropiane, dhe unë kam dëgjuar shumë herë edhe mesazhet nga kam marrë nga edhe po kam dhënë ndërkombëtar në raport me fuqinë, rolin e presidentës. I bie që është fushat, nëse vetëm këto është angazhuar, tash vitet e fundit, sidomos 2 vitet e fundit, ai ka reflektuar shumë më shumë se sa që ka reflektuar 2 vitet e para. Mon është një ndryshim i saj në raport me gjendjen me të cilën ai ka ushtruar si rolin e presidentës. Por ne mund të themi edhe mund të dikoj kja pozitivisht në imazhin e saj tek qytetarët e Republikës Kosovës. Kjo është shumë e rëndësishme, edhe këtë rast mund të konsiderojmë si çështje politike, si çështje fushatës. Por në rrethonat të aspektit politik e të diplomacisë, është shumë e rëndësishme të shohim në imazh siç thash edhe më herët, edhe theksova që është shumë e mirë. Por veprimet që mund të keq përdor nëse aja arrit të abuzoj me këtë mundësi, a është një çështje një pikpyetje tjetër që besoj që mund të reflektoj ose mund të ndodhë një çështje të tillë, por mbi të gjitha është një gabim i madh i saj, sepse pavarësisht kësaj, ju e dini shumë mirë që edhe këtu vlerësohen, edhe këtu parashikohen, e të njëjtën kohë edhe ndëshkohen nëse abuzohet me diçka që është në çështje diplomatike e që si takon në aspektit politik edhe sidomos të fushatave të caktuara. Të kanë profesor, sa i përket politikave të brendshme, po themi, është kritikuar shumë sidomos nga opozita që ka qenë e njashme, ka qenë zëdhënëse e Kurtit, jo unifikuese ashtu siç e kërkon pozita e presidentit. Ju si e keni parë në këtë rol? Edhe në aspektin e politikës jashtme, nëse e vlerësojmë në këto 5 vite, domethënë nuk ka pas performancë mirë Kosova në këto 5 vite në politikën e jashtme. Rase matim përgjithësi impaktin që ka mujt ta ketë presidentja në këto 5 vite, dhe nështë nuk do të ishte mirë që të mjaftohemi me disa takime që i ka pas president, qoftë në konferenca ose, po do të amasim përgjithësi performancën e politikës jashtme të Kosovës në këto 5 vite, që besoj që ka qenë nën pritshmërit. Dhe më thonë, kanë qenë, kemi pas sankcionet, kemi pas një lloj izolimi, s'ka pas njohje deri në fund, edhe ato njohje që erdhen edhe nga shtetet që na mbështesin e kështu me radhë. Pra në rast se masim kështu politikën e jashtme, atëherë del që edhe presidentja s'ka pas shumë ndikim, edhe tek qeveria, po e zëm, që është qortuar në farë mënyrë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për veprimet, ka qenë pezullimi, dialogu strategjik. Dhe shohim që edhe në këtë aspekt nuk është që presidentja vërtet ka pas ndikim, po në rast se matim suksesin me pjesëmarrje në disa konferenca dhe me disa vizita, atëherë ka qenë e suksesshme. Po si politike jashtme e Kosovës, ku presidentja është një prej figurave kyçe bashkë me kryeministrin dhe ministrin e punëve të jashtme,
besoj që ka qenë në nivelin e prishmërive. Sa përket branda, dhe më thonë, rolit të presidentës si institucion bi partit një farë mënyre, nuk është që në këto 5 vite vërtet ka qenë një zë i mbrojtjes së kushtetueshmërisë ose mbrojtjes së lirisë së shprehjes, lirisë së fjalës, mbrojtjes së medjave. Nuk ka qenë një zë që vërtet ka bërë thirrje për të bërë ndryshime, për të bërë reforma politika të caktuara, që do duhet ta bënte presidentja, normalisht në rast se shef që gjërat nuk po shkojnë si duhet, ka pak kënaqësi qytetare dhe zëri presidentës e presidentit është ai autoriteti i fundit që do duhet normalisht të ishte një thirrje për qeverinë që të reflektoj një gjë që nuk e kemi pas zakonisht, dhe mbas të kësaj mendoj që performanca nuk ka qenë. Që i bie profesor nuk e meriton edhe një mandat. Le ta vlerësojnë deputetët, partitë le ta vlerësojnë, po në rast se masim performancën, besoj që ka qenë nën performancë nga ajo që është bërë. Tash ne jemi mësuar që zgjedhim edhe qeveri, edhe të kaluan edhe tani edhe me performancë të dobët, ata vlerësojnë, po në rast se masim vërtet performancën nuk ka pas performancë të duhur. Dhe unë mendoj që është shumë e rëndësishme për shtetin që të ketë edhe president, edhe qeveri, edhe institucionet të cilat vërtet i sjellin këtij vendi, e zhvillojnë këtë vend. Presidentja aktualisht në disa prej çështjeve ka bërë disa budallakia. Budallakia? Po, budallakia dhe pa e kena rastin për gjykatën kushtetuese. Ka diskutuar punën e gjyqtarit për shkak se thotë që e krijon rrezikshmërinë kombëtare, e që në fakt ai ka ndesh me mbrojtjen e kushtetueshmërisë së bëj president. Domthonë, i kemi disa prej skandaleve që parimisht e praktikisht ka mujtë të luajë rolin më ndryshe, edhe në rolin e stabilitetit politik në vendit, edhe presionit që kish mujtë të ushtroj si kryeministre në përgjithësitë me të cilën i ushtron e që do të patjetër të ketë një natyrën e pajtueshmërisë mes grupeve politike, sa uniteti me të cilën mund të tregoj në rrethona të ndryshme, që në fakt nuk i ka bërë presidenti i Republikës së Kosovës në këtë gjëra, e që në fakt edhe çësia e ty, që pra mendohet ka shkuj ka larguar fëmijët nga institucionet publike, i ka qitë në institucionet private. S'ka pas asnjë thirrje për reformën në arsim. Në arsim, domthonë. 5 vite. Domthonë, aja ka deklaruar thirrje nga presidenta që i bën thirrje qeverisë, bën reformën në arsim. Aja ka deklaruar publikisht që gjendja në shkollë nuk është e mirë, sepse aty nuk ka ujë, nuk ka kështu ashtu. Domthonë, aja ka bën rrezikshmëri për fëmijët e tjerë, për nxënësat e tjerë, kurse për fëmijët e saj ka zgjidhje të aspektit privat, që është normale për një qytetar, po jo për president. Domthonë, tash çka ka reflektuar presidenti i Republikës së Kosovës për atë deklaratë me të cilën ka thonë, a ka kërkuar përgjegjësim nga Ministria e Arsimit me po gjendje me të cilën ka, ai ka thënë inspektoriatet për ta vërtetuar aspektin higienik e aspektin e infrastrukturës së shkollës. Domthonë, nuk kemi pa asnjë lëvizje të presidentit të Republikës së Kosovës në mirëqenien e qytetarëve të Kosovës. Ne çdo vend, në çdo rrethon të Republikës së Kosovës për 5 vite me të cilën ajo ushtron, kam pas veprime që është dashur të vizitoj. Pyetja e fundit që mund t'ja kisha drejtuar presidentit të Republikës së Kosovës, në cilën zonë ka vizituar në përjashtim të një zonës me të cilën ka përvërshime, a ka shkuar të vizitoj në Ferizaj, apo në Skenderaj, Drenas, apo në shkollë ku i ka pas fëmijë. A ka bërë ndaj vizitë pastaj? Pastaj, domthonë, ne nëse flasim në mirëqenien, është gjendja, vazhdon. Nëse flasim në mirëqenien e qytetarëve në të aspektin e rolit së presidentës për t'i pa përsofemi, është përgjësia edhe aktiviteti edhe performanca saj është zero. Mjaftueshëm. Presidentja e Republikës në performancën me të cilën duhet ta luajë rolin, duhet të sheh. Unë disa herë kam adresuar çështje publike e private. Nuk ka arritur asnjëherë të na kontaktojnë neve për të ngritur çështje me të cilën ne kemi folur edhe për korrupsion, edhe për shkeljet e drejtave të njerëzit, po të njëjtë kohë mohim të drejtave të njerëzit. Domthonë, asnjëherë të vetmën nuk ka arritur presidentja të dërgojë spokunik këshilltar të saj apo një mekanizëm, një individ, një zyrtar të saj, që të paraqet apo të ngrit aspektin me të cilën ne kemi shfaqur dhe kemi paraqitur në institucionet e Republikës së Kosovës. Dhe për mua mbetet shqetësim dhe shqetësim neve si qytetar. Nuk duhet me leju të kemi presidentet e tilla, sepse është shumë e rëndësishme që niveli i përgjegjësisë në raport me të drejtat duhet ushtruar nga
e parja e pastaj në poshtë. Ne nuk lypet qytetarit nga poshtë përgjësia, po qytetarit lypet përgjësia nga lartë. Dhe për këtë arsye, ne do të më qenë të përgjithshëm që mbi bazën e Kushtetutës së Republikës Kosovës, që është ndërtuar në harmoni me konventat e BE-s, Bashkisë Ndërkombëtare e mekanizma tjera në harmonizimin e ligjeve, atëherë cilat janë rrethonat tona që neve na ka lecu jetën qytetarit. Një çështje që është shumë e rëndësishme. Ende nuk kom pa, ase nuk kom vret, që presidenti i Republikës Kosovës ka lyp përgjegjësinë ndaj qeverisë Kosovës, por shka një projekt u shtyr që 3 vjet apo 4 vjet. Domthonë është një çështje që presidenti i Republikës Kosovës, nëse flasim në narrativën e jetës dhe mirëqenies së qytetarëve dhe të fushës së biznesit të Republikës Kosovës, është shumë e rëndësishme të shihet të vret roli i saj në përmirësimin e jetës së qytetarëve që është e thirrur të ketë nivelin kushtetues të Kosovës. Por për momentin emri vetëm që është duke u diskutuar është i zonjës Vjosa Osmani, që vetë ajo ka shprehur gatishmëri për një mandat të dytë. Profesor, sa mendoni që janë gjasa që ajo të bëhet prap presidente? Partitë opozitare kanë thënë që jo vetëm atë, po se cilën kandidat për president nuk e votojnë pa një marrëveshje. Duke parë disponimin e tyre, sa mendoni që janë gjasat? Ligjërisht ka të drejtë, domethënë ka të drejtë që të ketë ambicie për mandatin tjetër të presidentes. Partitë opozitare, si duket, disa janë deklaruar që kërkojnë një marrëveshje paraprake, sepse pa si që dim, proceduralisht duhet jenë 80 deputet prezent në salë për të marrë pastaj 61 vota që kërkohet në raundin e tretë. Në bazë të kësaj, që kemi pa disa deklaratat të partive opozitare, duket që ndoshta, sidomos tek PDK-ja më duket, dole ekskluzivisht që kërkon paraprakisht marrëveshje, është e drejtë e tyre. Tek LDK-ja ka pas zëra për marrëveshje, ndoshta ende nuk është shumë i qartë pozicioni gjithë deputetëve. Ndoshta për shkak edhe krizës që po themi. Krizës së brendshme që kanë, që po ju merr tërë energjinë dhe kohën, dhe s'po kanë kohë më marr as me vendin, as me opozitën, as me institucionet. Tek AK-ja më duket ende s'kemi ndonjë deklaratë, s'ka pas ende një deklaratë. Është e drejtë e tyre që të kërkojnë marrëveshje, që mbas saj marrëveshje vërtet në krye të vendit vjen dikush që i përmbush objektivat dhe të prishmërit kushtetuese që i ka presidenti në mënyrën sa më mirë të mundshme, që është një zëj qytetarit, që është një shtytje reformave, do thoya një thirrje tek qeveria, një institucion i cili në rast se qeveria në farë mënyre del nga binartë e prishmërisë, është ajo që ose ai që i bën thirrje që duhet i përmbahet institucioni i prishmërisë e kështu me radhë. Uroj që kushdo që i përmbush këto, ndoshta nesër mund të jetë zonja Osman, ndoshta mandatin e dytë mund të performojë më mirë, nuk e dim. Po bazë të asaj që kemi pa deri tani, nuk është që ka përmbush pritjet. Ka atje një dispozit që thotë që deputetët duhet që ndrojnë në salë, në farë mënyrë 80 deputet, po në rrasë që ndrojnë 80, ata 40 që shëndrojnë, ata bëjnë shkelje kushtetuese apo jo, në rrasë ata tjertë nuk shëndrojnë. Kështu që partit këtu e ka një mundësi që partisë fituese vetë vendosjet mos i jipet edhe presidenti, siç e ka tani do ta ketë kryekuvendarin, kryeministrin edhe presidentit. Kemi nevojë që të ketë ndarje të pushtetit, por megjithatë partive opozitare nuk është ju dihet shumë. Kemi raste vitin 2021. A nuk partive opozitare më shumë që ta votojnë presidentin, që mos ta çojnë vendin në zgjedhje dhe që të postojnë më pasur më shumë? Po cila është interesi partive opozitare? Në këtë rast për ta votuar një agjend të një subjekti politik me të cilën ata nuk dëshirojnë që të ketë bashkëpunim me asnjë subjekt politik. Tash këta mendojnë edhe për vetes nuk shkojnë në zgjedhje dhe që të jenë edhe më të dobët se ishin këta. S'mund me ikë zgjedhjeve. Zgjedhjet të ardhshme prapë mund të humbin. Nëse këta janë mekanizëm për mi shërby pozitës, atëherë është shumë rëndësishme që mos më marr pjesë, shkon mi mos më marr pjesë hiç në procesin zgjedhor. Tash se këtë kam pas informacione që mund të ketë një dalje të tillë, po jo natyrisht siç ka qenë lidhja demokratike në nivelin e tillë, por besoj që çdo kush e ka prit një rezultat që do të ketë në nivelin e 46-48%
Jo 1/51, se vetë Albin Kurti nuk e ka besu një gjështë e tillë që mund të kenë një rezultat të tillë. Por kitë kja që ka shumë e rëndësishme që nuk janë këta shporta me thonë që ne e bortme dhe kënë shërbim pozitës. Asë një teori në aspektin e bërjes institucionit të Republikës së Kosovës nuk ekziston edhe nuk ka përdorur askush ndonjë praktik që me votu dikan pa një marrëveshje paraproke për 2021 LDK-ja ka votu. Ai aspekti i servilitetit, unë mendoj që kitë zotëri Abdigjiku, pse ma kitë nuk ka vonë drejtësie pa revokueshme, duke krijuar kitë stotë të tillë, ka njerë për më shkën me një që është duke luajtur agendën e Vjosës Osmani. Dhe besoj edhe shpresoj që reflektimi i Lidhjes Demokratike, sepse si një parti shtendërtuese, si kontribues shumë i gjatë në politikat e Kosovës, në kontributin edhe për shërim të Kosovës, e natyrisht edhe për ndërtimin e shpalljes së pavarësisë Kosovës, nuk e ka kriju narrativën për të pasqyruar ideologjinë e tyre politike. E mos losëm për Lumir Abdigjikun që unë shpesher tham cili është aja pikë që lidh Lumir Abdigjikun me Lidhjen Demokratike. Unë nuk kam asnjë element të ngjashmërisë me të cilën vizion apo këtë konceptin politik rrugovian që mund ta ketë Lumir Abdigjiku, e që në fakt si lider i Lidhjes Demokratike, e që në fakt nuk e ka ndërtu asë nuk e ka plasu një ide të tillë. Po pikërisht për shkak të saj që krizët që po themi të brendshme që ka Lidhja Demokratike e Kosovës këto kohë mund të jenë arsye që të ketë mendime të ndara ashtu si kur po ka për Lumir Abdigjikun, që edhe presidenti të marrë vota prej disa votat i marrë prej LDK-s. Po një numër i madh i deputetëve tanishme të Lidhjes Demokratike kanë qëndrime të prera në pikpamjen e presidentës së Republikës së Kosovës, edhe për aspektin e punës së saj, por edhe për mbështetje për të qenë kandidate edhe votuese për t'i aplecuar atë korumin politik, për çuje edhe mekanizmin institucional. Që në fakt besoj që kam qenë një histori e madhe. Unë kam thonë nga dita që kanë përfunduar zgjedhjet, kam thonë që Albin Kurti deri më tash ka pas rolin me qytetarin. Edhe lufta ka qenë me qytetarin mi bind, mi sil politika, sepse Albin Kurti ka kuptu mendësien e qytetarit dhe dobësinë e subjekte politike. Domthon ka prek në ato projekte, në ato aktivitete që qytetarin e përfiton më shumë, me pensione, me subvencione, por tash e ka target partitë politike. Sulmin ndaj tyre, sidomos ndaj Lidhjes Demokratike, sepse aty e ka target. Tash ç'a mendon? Unë mendoj që Vjosa Osmani nëse vendi shkon në zgjedhje, Vjosa Osmani del me një listë të vetmen, por të vetmen në raport si subjekt politik. Edhe thot këtyne Lidhjes Demokratike elektoratit, thot çore ju rrugovista, sepse Lidhja Demokratike më shumë lidhet për emocione rrugovist, se sot në një çështje tjetër. Thot unë si një njeri që kam mbështetur e keni pa dhe këtyne ditëve rastin e përvjetorit të ndjerit presidentit Ibrahim Rugova, që ka dhënë një veçanti, një vëmendje jashtëzakonisht të madh me familjen Rugova, me aktivitetet duke shënuar, duke krijuar një rrethon tjetër. Domthon, aja duke përdorur dy targete. E para, nëse vendi shkon në zgjedhje, për të dorë me një listë saj të vetmen, edhe targetin e ka mi morë njerëz të Lidhjes Demokratike, e të një diku targetin me zhvillua me morë elektoratin Lidhjes Demokratike. E të një diku duke e morë dhe një cup të saj nga lëvizja vendosuese për të ndërtuar një koncept spaku 12 apo 10% të elektoratit që mund të asjellë. Kja i shërben. Tash, se sa mund të jetë i besueshëm pastaj për Albin Kurtin, në raport për të pasur një bashkëqeveri, është një pikpyetje e madhe. Profesor, ju pajtoheni, sepse jemi edhe në fund, kemi shumë pak kohë, nëse mundeni një koment të shkurtër. Pajtoheni? Me zhvillimin e LDK. Me zhvillimin sa i përket LDK-s dhe Vjosa Osmanit. Vërtet, aty janë duke u thellu, janë duke bërë më komplekse sfidat. S'po them problemet, po sfidat që i ka LDK-ja edhe jashtë tek elektorati, me një numër të vogël vota, po edhe brenda me përçarjet e brendshme të cilat i ka, dhe ky pozicioni jo shumë i qartë i dorëheqjes së kryetarit LDK-s, sikurse po e komplekson ende më tutje këtë çështje, që ndoshta mund përfundoj me një
uroj që mos tjetë, se nuk e dim, po me një qarje trenë është ta brenda LDK-s, ose të paktën me një status quo, rujtet një status quo si cili nuk i ka sjell, ose jo që si ka sjell sa duhet, po i ka humb një farë LDK-s. Ndoshta kjo mund tjetë një arsye që ata prap ta sponsorizojnë zgjedhjen e presidentit. I shërbejnë ju. Po i them sponsorizojnë. Po valloj ti shërbejnë ma këpot me do të ishte votim pa marrëveshje, do të ishte një lloj mohimi vetë dinjitetit partisë politike kur dikush të kërcënon dhe ta bësh një votim i cili nuk do ta konsiderohet që është votim i lirë. Deputet do të jenë të lirë, të mos votojnë bazë kërcënimeve që do i humbni vota, do t'ju mujnë në zgjedhje ose kështu me radhë, po partitë tona janë shumë të paparashikueshme dhe nuk përjashtohet mundësia që ta bëjnë sponsorizimin e dytë pas 5 viteve për president. Qarë profesor, për shkak të kohës, më falenderoj shumë që ishi pjesë e informatës. Faleminderit. Që gashi ju falenderoj. Në kohë të ndëruar shikues, ne këtu edhe po e përmbyllim këtë infonat për sonte. Unë ju falenderoj për momendjen dhe natën e mirë.